rezultati papritur, nuk është i dëshiruar për mua, siç e thatë ju vetë, po nuk thash që është e dëshiruar se jo, se ka mundësi që edhe ndoshta të qenë e dëshiruar. E paragjykuat, po sido që të jetë, lëvizja vetëmendosje ka fituar, është rezultat me të cilën flasin numrat, nuk kemi nevojë shumë për ta komentuar. E vërteta është se BE ka dalë partia e parë, ka marrë një numër të konsiderueshëm të votave, por nëse më vonë do kemi rast të elaborojmë arsyen pse ka ardhur deri te ky rezultat. Po do ta kemi mundësinë thuaj arsyen, pse mendon që ka ardhur? Thuaj konkretisht. Më shumë ka ardhur si mungesë e kapaciteteve të partive opozitore për të përballë me lëvizjen vetëvendosje, për të artikuluar qartë edhe për të shtruar programin e vet para qytetarëve, se sa si rezultati një meritokracie të caktuar të lëvizjes vetëvendosje. Nëse i analizojmë gjithë faktorët që kanë ndikuar ndajnë në dy grupe, faktorët e jashtëm, që është vetëvendosja, edhe faktorët e brendshëm, që këtë rast janë partitë opozitare, po i grumbulloj ashtu. Te faktorët e jashtëm hyn gjuha që ka përdorur vetëvendosja, politikat qeveritare që ka përdorur, që kanë qenë në favor të fushatës zgjedhore, edhe ka arritur që t'ua imponoj partive opozitare gjithë strategjinë e vet elektorale. Tu e fillu prej bojkotit të mosbërjes së qeverisë, se dim nga zgjedhjet e kaluara deri te data caktimi i datës së zgjedhjeve. Me këtë rast, partitë opozitare, këtë rast LDK-ja, edhe të tjerat kanë dështuar me u ballafaqua, apo kanë dështuar me artikuluar qartë mendimin e vet pse nuk duhet të jetë data 28. Domethënë, ka qenë një strategji mirë e menduar e lëvizjes vetëvendosje dhe i ka pru partitë opozitare në atë pikë që kanë qenë të obliguara dhe detyruara ta pranojnë si datë përfundimtare për zgjedhje. Faktori tjetër që thash janë problemet e brendshme të opozitës. Ju besoj se e dini se që nga zgjedhjet e fundit që kanë ndodhur, partitë opozitore, unë nuk di se liderët e partive opozitore kanë arritur ta pinë një kafe bashkë për të koordinuar. Domethënë, edhe pse një kafe kanë pirë, po kafe kanë pirë, po zgjidhjes s'kan gjetur. Ata që dashnë pinë nuk kanë pirë, domethënë liderët kryesorë s'kan pirë kafe, ashtu unë e shoh, edhe nuk kanë arritur të koordinohen përballë lëvizjes vetëvendosje, edhe pastaj mund të flasim edhe